Kampionati I voleybollit do të vazhdojë në Qyteza për të gjitha grup moshat, ndërsa basketbollin do ta zhvillojmë në Pogradec. Më tej, Vaso u ka bërë thirrje qytetarëve dhe tifozëve korçar të vijojnë të mbështesin skuadrat pavarësisht ndryshimeve të përkohshme të ambienteve, pasi rezultatet e ekipeve këtë sezon janë mjaft pozitive. Në basketboll kemi investuar me disa lojtarë të huaj, lojtarë shumë të mirë. Është dukur që në këto 6 javë rezultatet janë shumë të mira, ekipi ka zhvilluar ndeshje shumë të mira dhe shpresojmë që të hyjmë në play-off. Edhe në voleyboll, me dyja ekipet dhe të rriturit dhe të rejat përsëri jemi në katërshe dhe shpresojmë në play-off të arrijmë rezultate sa më të mira. Ekipet e moshave gjithashtu I kemi shumë mirë. Shpresojmë të ruajmë titullin kampion në voleyboll femra. Rikonstruksioni I Pallatit të Sportit pritet të sjellë një hapësirë bashkëkohore dhe funksionale, e cila do t'japë një shtysë të re për sportin korçar dhe zhvillimin e talenteve të reja.